Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon hetim të menjëhershëm ndaj drejtorit përgjithshëm të operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut, Burim Latifi, pas vendimit ndërkombëtar që dënon shtetin të paguajë 6 milion euro dërshpërblim si pasojë drejt për drejt e vendimeve të tij. Shkak është bërë anullimi i kontratës me kompaninë Energo Invest nga Sarajeva, duke zëvendësuar me Elnos BLDOL nga Banja Luka, kompania lidhur ngushtë me rrjetin interesave të Milorad Dodik. BDI kërkon prokurorisë publike fillimin e menjëhershëm të hetimeve penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare dhe dëmtim të buxhetit shtetëror. Koalicioni Vlen në Maqedoninë e Veriut njofton se 5 subjekte politike shqiptare kanë vendosur të bashkohen në një trup të vetëm politik. Në një komunikat të Vlenit theksohet se bashkimi synon krijimin e një force të organizuar dhe të disiplinuar që do të përfaqësojë interesat e shqiptarëve, do të mbyllë epokën e fragmentimeve dhe përçarjeve politike. Vlen deklaron se programi i saj do të bazohet në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit me zero tolerancë, pavarësinë e gjyqësorit, orientimin drejt Bashkimit Evropian dhe partneritetin me NATO, si dhe në mbrojtjen e familjes, traditës dhe identitetit kombëtar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Krerët më të lartë të shtetit në Kosovë kërkojnë nga institucionet e drejtësisë të ndëshkojnë përgjegjësit për krimet e kryer gjatë luftës. Pas omazheve të mbajtura në nderim të dëshmorëve në 27 vjetorin e masakrës në Shtutic, ushtruesi detyrës së presidentes Albulena Haxhiu kujtoi se Serbia ka ushtruar genocid ndaj popullatës pafajshme civile në Kosovë. 276 civil të parmatosur e të pafajshëm u masakruan. Disa prej trupave u dogjën, ndërsa të tjerë u dërguan në rashk të Serbisë, me qëllim që të fshihen gjurmët e krimit. Vrasjet e foshnjave, fëmijëve, vajzave, grave, pleqve janë dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë. I pranishëm në këtë ceremoni, kryeministri në detyrë apeloi për vendosjen në vend të drejtësisë. Dhe ka përparime sa i përket edhe zbardhjes fatit të pagjeturve të zhdukur me dhunë, por edhe sa i përket ndëshkimit të kriminalëve të Serbisë. Duhet bëhet më shumë nga prokuroria dhe gjyqësori, duhet të veprohet më shpejt nga prokuroria dhe gjyqësori, për shkak se një mend dëshmit materiale janë këtu, mirë po në anën tjetër dëshmitarët po mplaken, shumë prej tyre edhe po ndrojnë jetë, prandaj na duhet që të nxitohemi, që të kemi sa më shumë drejtësi për viktimat tona. Ishte Albin Kurti. Autoritetet serbe bllokojnë fondet që qeveria e Kosovës ndajoi Shqipërisë kanë ndarë për shqiptarët e luginës Preshevës. Apeli vjen nga kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në luginën e Preshevës, Enkel Rexhepi, duke palëmëruar se mos realizimi i këtyre mjeteve po ndikon drejt për drejt në arsim dhe po rrezikon ruajtjen e identitetit kombëtar në luginë. Rexhepi ka theksuar se nuk bëhet fjalë për çështje teknike, por për një vendim politik që prek drejt për drejt me mira qytetar. Qeveria e Kosovës kishte planifikuar që të vitë ndante 4 milion euro për luginën e Preshevës dhe Sanxhakun. Kroacia i vlerëson si marrëzi deklarimet se së bashku me Shqipërinë dhe Kosovën ka përgatitje për sulm ndaj Serbisë. Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanović, deklaroi se me njerëz që përhapin narrativa të tilla është vështirë të ndërtojnë marrëdhënie normale dhe miqësore. Duke folur për fqinjet, presidenti Zoran Milanović tha se Kroacia nuk e sheh askënd si armik dhe shpreson që askush të mos na konsiderojë seriozisht si armik. Ne dim kush jemi, e dim çfarë jemi të aftë, e dim se nuk kemi qenë armiq dhe duam të ndërtojmë marrëdhënie paqësore dhe të civilizuara në dobi të ndërsjellë dhe të gjithanshëm, deklaroi presidenti i Kroacisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.